verifikimi I lajmit është një gjë shumë e rëndësishme për shkak të pasojave që mund të ketë mos verifikimi I lajmit. Se Allah I madhruar thot en tusibu qaumen bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Verifikojini lajmet për arsye se mund të ndodh. Mundësia e ndodhjes mund të jetë edhe e vogël ose mund të jetë e madhe. Kjo fare pak ka rëndësi, por derisa mund të ndodh, atëherë është mirë që ne ta mënjanojmë mundësinë e ndodhjes. Mund të ndodh që ju dikend ta lëndoni, dikend ta ofendoni, dikend ta dëmtoni, duke mos e ditë, e pastaj kur ta kuptoni se I keni bë keq atij njeriu ose atyre njerëzve, ju do të ndaheni të penduar, do të vijë keq pse keni vepruar ashtu. E kjo keqardhje është si produkt ose pasoj e mos verifikimit të lajmit në fillim. Rrethanat e zbritjes së këtij ajeti janë interesante për arsye se lidhen me temën për cilën po flasim. I dërguari sallallahu alaihi wasallam e kishte dërguar një ta quaj kushtimisht një vartës të vetin ose një nëpunës të vetin në një vend për të mbledh zakatin. Pasi që paraprakisht me udhëhecin e atij vendi ishte marrë vesh. Thotë në filën kohën dërgoje dikend që unë t'ja jap zakatin. Dhe ky kur niset me shku, si duket kompleksohet, friksohet, kush e di se çfarë I thot mendja e tij, edhe në gjysmën të rrugës kthehet mbrapa. Kur kthehet thotë ai morë zakatin, thotë jo, pse? Thotë nuk ma dhan. Madje deshën të më vresnin, më kërcnuan e kështu me radhë. Me një fjalë atë kompleksin e vet dëshiron me arsyetu ose me mbulu me një lajm I cili nuk ishte lajm realisht, por ishte gënjeshtër. Dhe I dërguari sallallahu alaihi wasallam u hidhrua shumë deri një mas sa që konsideroi se ai njeri I cili I kishte thonë hajde në filan ditën, e tash s'po ja jep, plus po e rrezikon atë emisarin të deleguarin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një tradhti shumë e madhe. Mirë po ai duke prit u shqetësu pse ser dikush, edhe erdhi vetë për të verifikuar çfarë ndodhi, kur e pa do të thotë I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka ardhur ai person thotë pse ma keni kërcënu njeriu që e kam dërguar, thotë jo ja Resulullah, për atë zot thotë nuk ka ardhur kush për të na thënë se ti e ke dërguar. Edhe aty del në pah se ky e kishte dhënë një lajm të rrem. Domethënë lajmi nuk ishte I saktë edhe prej aty lind domethënë nevoja që lajmet të verifikohen dhe Allahu I madhruar e shpall ajetin për verifikimin e lajmit.